Gjyqtari Astrid Kalaja u vra në sallën e gjyqit ditën e sotme nga Eriu Elvis Shkambi, por kjo nuk është një ngjarje e palajmëruar. Në tetor të 2023-shit, 3 gjyqtarë u kërcënuan në sallën e gjyqit. Më pas prokuroria nisi hetimet për kanosje për shkak të detyrës të gjyqtarëve Valdete Hoxha, Lutfie Çelami dhe Edlira Petri, të cilat denoncuan sulmin dhe kërcënimet për jetën. Aso kohë gjyqtarët kërkuan ndihmën e policisë së kryeqytetit, menjëherë pasi shpallën nga 35 vite burg për shtetasit Daut Elmazi dhe Gentian Zoto, dënimin me 30 vite burg për Igli Memaj dhe nga 25 vite për Sergio Ademian dhe Albano Goxhaj. Të treja gjyqtarët u kërcënuan në sallën e gjykatës së apelit nga të afërmit e të akuzuarve, ditën kur dënuan për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese të ngelur në tentativë. Të 5 vlonjatët të cilët mungonin ditën e verdiktit akuzohen se në maj 2019 qelluan me armë zjarri përmes një automjeti në lëvizje sipër, duke pasur si shënjestër Ines Hajrullën, një kundërshtar i tyre në fushën e krimit. Por të akuzuarit këmbgulën se vendngjarja ishte e manipuluar nga policia lokale asaj kohe dhe se gjykatat nuk i konsideruan drejt provat e tyre. Asnjëra nga gjyqtarët nuk kërkoi aso kohë mbrojtje pranë kolegjës, ndërkohë që policia i shtoi masat për të treja zonjat e drejtësisë. Sa kaq trupa gjyqësore e gjykatës së lartë reagoi për të gjitha kërcënimet e gjyqtarëve dhe magjistratëve, përfshi edhe kërcënimin e 2 prokurorëve, Doloreza Musabelliu të SPAK dhe Merita Sinani, të përmendura nga grupi kriminal i Lushnjës, sepse hetuan 2 anëtarët Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi, me besimin se kolegët magjistratë do të vijojnë të kryejnë me vendosmëri dhe përgjegjësi detyrën e tyre. Mbështesim organet ligjzbatuese në marrjen e menjëhershme të masave dhe vënien përpara përgjegjësisë të fajtorëve, deklaroi aso kohë gjykata e lartë.